Sot nga Tetova po dërgojmë mesazh të qartë. Shteti qëndron prapa ekonomisë, por në të njëjtën kohë qëndron edhe prapa punëtorit. Duke i ditur problemet të cilat hasen hotelerit, bujqit dhe bizneset e vogla familjare në këtë rajon, të gjithë këta që për vite me radhë kanë vënë në dukje nevojën për angazhim më fleksibël për të rregulluar ligjërisht në periudhat ku vëllimi i punës shënon rritje. Me ligjin për angazhim me punë të personave, krijuam një model të ri të angazhimit të drejtë, model që sjell balans mes interesave të punëdhënësit dhe mbrojtjes së punëtorëve. Në hotelerinë, e cila është një nga sektorët kryesorë në Tetovë, mundsojmë angazhim legal dhe të thjeshtësuar të stafit sezonal dhe të kohëpaskoshëm, kamarier, kuzhinier, banakier, shpërndarës dhe staf tjetër me rregulla të përcaktuara të qarta, të cilët janë të përcaktuara në këtë ligj. Objektet mund të angazhojnë njëkohësisht deri në 10 persona ose deri në 10% të numrit të përgjithshëm të punësuarve përmes procedurës të thjeshtësuar elektronike. Por kjo zgjidhje nuk ka të bëjë vetëm me hotelerinë. Në bujqësi mundsojmë angazhimin sezonal deri në 180 ditë në vit, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për këtë rajon, konkretisht për rajonin e Pollogut. Në veprimtarinë anvisrive krijohet mundësia për angazhim legal për përkujdesin e fëmijëve, kujdesin për të moshuarit dhe mirëmbajtjen. Angazhimi i drejtë do të thotë që punëtori përfiton të ardhura legale, kontribute të paguara për sigurim pensional dhe invalidor dhe kujdes shëndetësor në rast të lëndimit në punë. Personat e pa punë nuk e humbasin të drejtën e tyre as përfituesit e mbrojtjes sociale. Kompenzimi minimal për orë lidhet me pagën minimale dhe nuk mund të jetë më i ulët se minimumi ligjor. Në të njëjtën kohë kemi vendosur kufi të qartë për të parandaluar abuzimin. Ky nuk është zëvendësim për punësimin në rregull, por instrument për nevojat sezonale dhe të kohëpaskoshme me afate, limite të përcaktuara të qarta dhe mbikëqyrje inspektuese. Qëllimi është i thjeshtë, me shumë ekonomi të jetë formale, më shumë punëtor të mbrojtur dhe biznese më të forta. Tetova ka potencial dhe ne si institucion kemi obligim të krijojmë kushte që ai potencial të realizohet në mënyrë ligjore, transparente dhe të drejtë. Do të vazhdojmë me dialog të drejtë për drejtë me ekonominë dhe me politikat të cilat do të sjellin rezultate reale. Faleminderit.